Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se nuk I merr seriozisht ankesat e individëve që mbeten jashtë strukturave të partisë në Kongresin e 5. Në një brifing me mediat, ai deklaroi se bëhet fjalë për vetëm 2 apo 3 persona që kanë reaguar publikisht. Përmendi Abdul Selam Selamin, për të cilin tha se ka kërkuar falje dhe se mbetet I rreshtuar në BDI. Ahmeti ishte I prerë, ata që ikin pse s'kan funksione, le të ikin. Ai theksoi se BDI ka qenë dhe do të mbetet parti me debat të fortë të brendshëm dhe se asnjë vendim I rëndësishëm nuk merret pa konsultim me Këshillin e Përgjithshëm. BDI, sipas Ahmetit, synon një marrëveshje kombëtare për zhvillim, duke vlerësuar se qytetarët janë lodhur nga politika ditore që, siç tha, shërbejnë për përfitime partijake. Kur kemi pasur guximin ta bëjmë marrëveshjen e Ohrit, atë të Prespës dhe marrëveshjen për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, pse të mos kemi edhe një marrëveshje kombëtare për zhvillim, duke përfshirë ekspertët më të mirë të vendit, tha Ahmeti. Ai përsëriti kërkesën për ndryshime kushtetuese duke theksuar se në të ardhmen qeveria duhet të zgjidhet me shumicë të dyfisht, ndërsa parimi I badenterit të zbatohet edhe në gjykatën kushtetuese. Sipas tij, kjo do të jetë kusht për pjesëmarrjen në qeverisje. Ahmeti tha se marrëveshja e Ohrit nuk ka qenë dhe nuk është e përsosur, pasi është marrëveshje kompromisi, por shtoi se brenda saj ka hapësirë për avancim në rast nevoje. Ai kritikoi 2 odat ekonomike, për të cilët tha se krijojnë ndasi dhe mbështesin oligarkët. Nuk ka njeri në maqoni që di më së miri se unë të bëj nacionalizëm, e kam shkatruar Jugoslavinë dhe për 20 vjet kam realizuar projektin nga viti 1981 deri në vitin 2001. Por, dëgjoni fjalimin tim në Kongres, askund nuk jam marrë as me VMRO-n, as me LSDM-n, as me Vlenin. Çfarë kam pasur për vazalet, ua kam thënë, prej vitit 2002 deri në vitin 2025, ata nuk ofrojnë zgjidhje të qëndrueshme, tha Ahmeti. Sipas tij, plani A mbetet zhvillimi dhe përparimi I shtetit, ndërsa shprehu shpresën që të mos kalohet në planin B, nëse dal në rrugë, nuk kthehem më në shtëpi, nuk jam përfaqësues I macave, por I luanëve, tha Ahmeti. Kryetari I BDI-s komentoi edhe koalicionin AKI, për thashin, tha se ka dalë me marrëveshje dhe se kjo nuk I bën dëm koalicionit, ndërsa për Zjadin Selën tha se në çështje madhore është pjesë e AKI-s, por sipas tij, Sela synon të ndërtojë identitetin e vet politik pasi mendon se ndodhet nën hijen e BDI-s. Ahmeti tha se nuk beson që Sela do ta mbështesë Nevzat Bejten për kryetar të Gosivarit, duke shtuar se Sela nuk hyn në marrëveshje të fshehta, pasi ato siç tha shpejt dalin në shesh. Në fund, u njoftua se BDI në pranverë do të mbajë një kongres tematik ku do të diskutohet me bazën dhe më pas do të merret vendim për ideologjinë e partisë.